Ruajeni vetin tuaj dhe familjet tuaja prej zjarrit të xhehenemit, lana djegëse e të cilit janë njerëzit dhe burg. Ashtu që më marrë gjykaci me mojt hytë besën, kushtet e sot më marrë gjykaci. Kur të flasin gjykaci, nuk jam marrë kuj më utalë me te, me thonë, le që fletë kërë e këtë punë ka. Tesh, kur e gjithë familja të bohet për me pa Big Brotherin, dhe e gjithë familja të bohet me pa emisionet të shturuna, a menoni se me lek i rrethojnë, apo ja fusin pikat vrapin edhe ikën. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet, adhurimet, madhështia e plot e pafundme ka bërë Allahu krijuesit të gjithësisë. Allahun e falenderoj pafundësisht që na bani prej besimtarëve, na mundsoi me mërit Ramazanin, na mundsoi me agjëru dhe me përjetu këtë muaj, na mundsoi me umlell këtu në këtë vend që është nda dhe që është specifikuar vetëm për mu përmend emrin e tij dhe me umlell për hatrin e tij. Dhe elhamdulillah është njështi e madhe që neve na ka zgjellë Zoti me kënë sante këtu. Me ardhë me adhuruatë, me e përmend emrin e tij, me umlell për hatrin e tij, inshallah dalim pastër të gjithë na prej këtu, prej këtij vendit dhe prej këtij muajit. Salavatet, selamet, përshëndetjet, ma të përzemërta, ma të ngrohta, ma të sinqerta, i takojnë të dërgumit të Allahut, modelit tonë ma të bukur, shembujt ma të mirë, besimtarit dhe të sinqertit ma të madh në sipërfaqen e tokës, pejgamberit që na kena ndërë me kënë ummeti i tij, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasur dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit dhe lutim Allahun që edhe na me kënë prej pasuesve të tij deri në frymën tonë të fundit. Amin. I nderuar xhamat, Allahu xhalla xhelaluhu në surën Tahrim në ajetin e 6 ka thënë kështu: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. O ju që keni besuar, ruajeni vetin tuaj dhe familjet tuaja prej zjarrit të xhehenemit, lana djegëse e të cilit janë njerëzit dhe burg. Kjo është ajeti Kur'anit deri në fund, vazhdon ajeti. Pra këtu ka një këshill, ka një urdhër. Kush den me e marr parasysh këtë këshill prej Allahut, Allahu na thot ne besimtarëve, sepse Kurani ka zbrit ton njerëzve pa përjashtim, nuk ka dakën. Po ata që e besojnë, ata ja vënë veshin edhe i ndëgjojnë ta këshillën, se në fakt çdo njeri, dikush mendon Kurani do ta libri muslimanëve. Në rregull, por duhet me e ditë, duhet me pas të qartë konceptin se Kurani ka zbrit ton njerëzimit, ton me pa përjashtim. Edhe dikush që nuk është musliman sot, në fakt Kurani i flet edhe atij, po me pas ai zemër të pastër dhe logjik të rregullt me i lexu këshillat e Kuranit, pastaj e pranon për në rregull është, automatikisht musliman është. Të kthejnë në të tema, thët, o ju që keni besuar, pra që e besoni fjallën teme, rruni vetin dhe familjen tuaj prej zjarrit, lana djegëse e cilit janë njerëzit edhe burg. Edhe këto është interesante tash. Se njerëzit i kuptume, se njerëzit janë qenie që janë me vullnet të lirë, me përgjegjësi, me zgjedhje, kur zgjell mirën shpërblehet, kur zgjell keqen dënohet. Pra njerëzit është të qartë pse janë lanë djegëse e xhehenemit. Po dikush mund të bëhet kundërshtar me dikë pse ka kur lanë djegëse të xhehenemit. Mufesirët, pra komentuesit e Kuranit, dietarët ndër shekuj, e kanë komentuar këtë se Allahu xhaleshanuhu i hell bashkë me njerëzit me u djeg edhe illujt e tyre, illuj prej gurve. Pra statujat që kanë bërë, gjoja me simbolizu
Illuj me simbolizu zotnat e tyne, i hellën në xhehenem. Që ku i keni zotat tuj, që ku i keni illuj, që i keni adhuru dhe keni prit prej tyne, mërni dhe bashkohë në bashkë, këtu, në dënim. Kjo në fakt është prap për njeriun është kjo, se guri nuk ka pse dënohet, guri nuk dhënë aty. Po kjo e nasu e hijara, njerëzit dhe gur, është prap mesazh për vetë njeriu. Pra që edhe gur që ja adhuron, pra ata statuja që ja adhuron ka me t'i prunja aty. Ama gjithsesi tema sotme nuk është për illuj dhe për gur, është diçka tjetër. Pra tema e sotme është runi vetin dhe familjen tuaj, siç e ka thënë Allahu në Kur'an. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, është një hadith shumë i njohur, shumë i përdorur, shumë i folur, shumë i famshëm. Thënë, kush shikon ndonjëri prej jush një të keqe rreth tij në ambientin ku ai jeton, kush e shef një të keqe, le ta ndryshojë me dorën e vet, që do të thotë me forcën e vet, duke ushtruar autoritetin që ka, duke ushtruar domosdoshmë ka diçka në dorë, me ndryshuar të keqe, me penu, me hek, me autoritetin dhe me forcën e vet, me dorë. Në vazhdim thënë kush nuk mundet me dorë, le ta ndryshojnë me gjuhën e vet. Dhe këtu komentohet hadithi, ai që nuk ka gjë në dorë, nuk ka pushtet në dorë, nuk ka autoritet në dorë, por ka të drejtën e fjalës, e ka këtë drejtë dhe ka këtë kapacitet dhe e ka këtë tagër, le ta ndryshojnë thënë me gjuhën e vet. Për shembull, sot në kohën ku jetojmë, hoxhallar kanë tagrin e fjalës. Hoxhallar duhet me kundërshtu të keqet me fjalë, se me dorë s'munden. A përpara ka kanë ndryshën në kohën e shariatit, sepse hoxha në njëjtën kohë ka kanë edhe njëri që ka bën ligj në kohën kur ka kanë shariat. Në qysh duke filluar nga mas pejgamberit alayhis salam deri në kohën para isën e sa vjetëve, deri kur ranë Osmanli. Pra hoxha ka kanë edhe autoritar. Prandaj hutbet kanë pas vlerë më shumë atëherë. Se kur nuk i kanë dëgjuar njerëzit hutbet, a ul hoxha prej hutbes edhe kanë filluar mu tall njerëzit dhe mos më marr për bazë fjalë, hajde. Çka ke bani? Ishtu. Çka ke na fol? S'ka ligj. Ashtu që më marr gjykaci më mojt hutbes sot. Kushtet e sot më marr gjykaci. Kur të flasin gjykaci nuk jam marr kuj, më tall me të, më thonë, la çfarë flet këtë punë ka. Kaluam prej të hadithit në shpjegimin e gjendjes, por duhen i shpjegu këtë gjendjes. Është shumë e rëndësishme me kuptu konceptin e botës ku jetojmë. Pra thame, hoxha ose një analist ose dikush tjetër, një njeri i ditur që nuk ka kapacitet më tepër, nuk ka autoritet më tepër me ndryshu të keqen me dorë, e ndryshon me fjalë, pra flet. I kemi tash të keqen. Mos e bani, largoni. Pra pejgamberi alayhis salam i herë thënë, kush ka mundësi të ndryshojë me dorë, kush nuk ka mundësi, kategoria e dytë është të ndryshojë me fjalë, me gojë. Edhe ka futur edhe një kategori tjetër, tash më poshtë. Ka thënë edhe kush nuk ka mundësi edhe me gojë, me ndryshu të keqen me fjalë, atëherë të paktën le ta ndryshojë me zemër, sepse kjo është grada më e ulët e imanit. Prapë do të shpjegojmë edhe këtë fjalinë e fundit. Pra dy fjalit e para e shpjegume. Ai që ka autoritet me dorë, ai që ka autoritetin e fjalës me gojë, dhe këtë është puna e zemrës të çashtë. Le ta ndryshojnë me zemër. Shumë interesante kjo. Se nuk thënë le ta urrejnë me zemër. Se si ndryshohet me zemër. Kjo ka të bëjë se njeriu të mos bëhet pjesë e të keqes duke e dashur me zemër të keqen. Pra në fakt këto thënë ta ndryshojnë njeriu veten e vet, mos të përzihet njeriu me të keqen. Qenia e njeriu, ekzistenca e tij, vetdia e tij, zemra e tij, bota e tij e mbrëmshme të ndryshohet ka e mira. Prandaj thotë ndryshon në zemrën tuaj të keqen. Që do të thotë ti përballesh me të keqen, ndoshta i rrethu me gjëra të këqija, ama ti nuk bëhesh pjesë e asaj të keqe, sepse qenia jote dhe zemra jote nuk mundet mu përzi me te. Pra ti me zemrën tonë je larg të keqes. Nuk mundesh ti mu bën një me të keqen. E urren me zemrën. Edhe nëse nuk ke forcë
me ndryshu, me penua keqe, ose edhe nëse nuk mundesh me fol. Edhe thëtë kjo është grada ma ulët e imanit, kjo me zemrën. Që do të thotë që në qovë se ti bahesh një dashamirës i të keqes me zemrën tane, edhe në qovë se ti nuk e shpreh me fjallë, njerëzit mund të mendojnë ti je musliman, po në qovë se ti edhe me zemër e dena të keqen rreth e rrotull teje, nuk i ke punë mirë. Do të ndryshu edhe veti. Se kjo është kryesore. Pa ndryshu robi këtu, veti, nuk mundet të ndryshu as kërkan jashtë. Hoxha, ditë natë me fol, po nuk e pak këtu, po nuk e besoj fort atë që thet, nuk ka vlerë, nuk ka efekt të njerëzit, flet kot, nuk ka respekt, humbin respektin njerëzit. Nuk ka autoritet hoxha kur nuk i beson vetë ato që thet. Prandaj ka hoxhallar karizmatik, hoxhallar të mëdhenj që kanë lënë emrin shumë të madh, edhe mas vdekjes tyne, hala përmenden, edhe ka hoxhallar ndoshta që janë shumë më të ditur se ata që kanë lënë emrin të madh. Shumë më akademik, shumë më intelektual, por nuk kanë mujt me përvetësu me forcë dhe me shpirt dhe me zjen në mbrëmsinë e tyre dhe në shpirtin e tyre dhe në qenien e tyre, atë që e predikojnë. Sa temat i folme, u hap me shumë prej një hadithi. Atëherë, Allahu thëtë në Koran, rune thëtë vetin tuj dhe familjen tuj. O ju që keni besu, rune prej zjamit, lana djekse cilit janë njerëzit dhe kortë. Kjo është ajeti. Hadithi ishte, kur shifni një të keqe, ndryshoni me dorë, qose s'mundni, ndryshoni me gojë, qose s'mundni, ndryshoni me zemrë. Atëherë, kaloj. Allahu xhaleshanuhu në krijim, në ekzistencë, ka vendos hierarki. Jo të gjithë krijesat janë njësoj. Edhe vetë mbrana njeriu, jo të gjithë njerëzit janë njësoj. Zoti xhaleshanuhu me cilësitë e tij, me emrat e tij, ju ka dhënë krijesave cilësi të ndryshme prej këtyre emrave që ka, prej këtyre cilësive që ka, edhe vetë në mbrëmsinë e njerëzve. Pra, në llojin njerëzor, edhe njerëzit i ka dallu prej njëri tjetrit me cilësi të ndryshme. Dikush është më i fortë në trup se sa dikush tjetër. Nuk kanë si në kanë njësoj ata. Dikush është shumë më i bukur, më i pashëm, më i këndshëm se sa dikush tjetër. Dikush flet shumë më bukur dhe ka oratori më të fortë se sa dikush tjetër që e ka zor me i lidh fjalë me njëra tjetrën dhe me shpreh diçka. Dikush është shumë më i ditur se sa dikush tjetër që ka dituri minimale. Pra Zoti i ka veçuar krijesat e tij dhe ka kriju hierarkinë krijim. Të shtit me këtë lidhet edhe përgjegjësia. Pra simas gjanave që të ka dhënë Zoti, aq që ka edhe përgjegjësi. Njeriu që i ka dhënë dije dhe njeriu që i ka dhënë guxim, që i ka dhënë kapacitet me kanë njeri me influencë, ai nuk mundet me u vu në një peshore me një njeri thjesht, që nuk ka dije shumë, që punon një punë thjesht, nuk i ka një punëve të dijes, nuk i ka një punëve të edukimit njerëzve. Pra këtë që i ka dhënë Zoti kapacitet dijet dhe kapacitet fjalët dhe autoritet, nuk mundet më marrë llogari njësoj me këtë personin e thjesht familjar që qyr punën e vet, mund të jenë besimtar shumë mirë, por një që ka ai. Të shpëti që Zoti e ka ndëru me dije ma shumë dhe me forcë ma shumë, kë ka përgjegjësi ma tepër se sa personi thjesht që ka përgjegjësi vetëm për pjesën e vet. E këtu për shembull vjen edhe kryetari i familjes tash. Zoti Azza wa Jall, kryetari i familjes i ka dhënë autoritet ma tepër dhe të njëjtën kohë ka dhënë edhe përgjegjësi ma tepër. Prandaj thotë në ajet, o ju që keni besu, rune vetin dhe familjen tuaj. Që do të thotë se në radhë të parë njeriu duhet me rujt vetin. Se në fundit, çdo kush ka me dalë i vetëm para Allahut Azza wa Jall për me dhënë llogari. Çdo kush. Se ka fatkeqësisht prej atyre njerëzve që i këshillojnë ndoshta familjarët e tyre për mirë, në vetin nuk bajnë. Se unë kam edukuar mirë të fëmijët e mi. Falin 5 vakte, mashallah. Për veti nuk ka kërkon. Nuk ka kjo zgjidhje. Ti më rregull, ti mund kesh se vapet për edukimin që ki ban, por në krahun tjetër ke ma llogari për veti, që ki ban ti. Pra, e para është e veti me rregullu. E dyta, ato që ti ke në mikqyrje, ata të shduhet
me I drejtu, me I orientu dhe me I kontrolu me atë sa është e logjikshme. Jo me I bo me zërë, se tjetëri me zërë kur banë nuk ka vlerë, po me orientu, me eduku atë që kene në mikëqyre, familjen tane. Pra kryetare e familjes këtë kadesh, ka përgjithësi edhe për veti, por edhe për familje. I dhe rrugë gjëmat kuptohet se jetojmë në një kohë dhe në një epokë të vështirë, që mbizotron immoraliteti, që mbizotron kotësia dhe na ka rrethu e keqe. Në këtë kohë jetojmë. Në disa kohë të veçanta për gjatë historisë, siç e përmenda nga fillimi I ligjëratës, për shembull, kur ka pas ligj islam, dashje pa dashje, shoqëria ka qenë ma e mledhur, ka qenë ma e edukume, sepse ka pas ligj. Sigurisht, për shembull, ligji I sotëm I këtij shtetit ku lejnë ato fol, që nuk lën ty me shkel rregullat e qarkullimit, të vjen gjoba direkt edhe thu s'ban me parku këtu se po vjen gjoba, s'ban me kalu në kuqe. Edhe atëherë për shembull, kur është bë haptas immoraliteti, kur është bë haptas gjonat e kota, gjonat e këqija, fenomenet negative në shoqëri, janë marrë masat edhe janë parandalu. Se Islami nuk tenton me zhduk të keqe, se e keqja është pikë kyçe në ekzistencë. E keqja është ekuilibër. E mira dhe e keqja duhet me ekzistu për mu do I mirin për e keqe. Pra Islami nuk të me zhduk të keqe. Ama Islami tenton që të mirën me ba qëndrore, kurse të keqe me ba periferike. Ka konceptet mrekullueshme, shumë të rëndësishme, të du të një shënim. Islami tenton që të mirën dhe virtytin me ba qenër, me ba qëndrore, kurse të keqen, immoralitetin dhe të kotën me ba periferike, se nuk mundet me zhduk të keqen. Se vetë Zoti e ka kriju. Që do të thotë, në një shoqëri të caktuar, kur ligjet janë në atë mënyrë që njerëzit mi drejtu ka mira dhe virtyti, pra pjesa kryesore e shoqërisë dhe elita dhe qendra e shoqërisë është e mirë dhe e virtytshme dhe mundet rahat me jetu robi aty. Ama sot është e kundërta. E mira është periferike sot. Pra ty të lënë shkallën në xhami. Mos e ke problem, Zoti ta pranoj. Ama në ato organizimet kryesore dhe në sheshet publike mund bëhen 1001 zeza dhe ti nuk ke drejt me qilë zani nevojës I kaq. Pse? E mbrën ligji valla të keqe. Më bo organizim në tubimet mlaja me 1000 njerëz, muzikë e çmendur dhe e procedume, se na nuk jena armiq të artit dhe armiq që nuk dim se ç'është e bukur dhe e mira. Muzika është muzika, nuk jena njerëz që nuk dim se ç'është e bukur. Ama muzika sot e përçurnume dhe hallakatun dhe që është thjesht një tërsi zhurmet e pa kuptim, nuk është art ajo. Lidhën e njerëz pinë alkool, hallakatën deri në natë, deri në mëngjes. S'mundesh me qilë zonën, sepse aty janë qendrore, është e keqja, se e marrë ligjit. Minutat pas atë ecë, prandaj do ta përmbledhim me gjëra të shkurtra, pra do ta përfundojmë dersin. Tashmë na cili është mesazhi që do të na ndonjë kryesor, se atë mesazhin e madh e kuptuar. Tashmë familjet tona, të ndërrum vëllezër dhe motra, të ndërrum kryetar familjesh. Në familjet tona duhet me pas na kujdes se ç'a shifet në ekranet tona. Për shembull, kam vore se edhe këtu në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, atje ndroje shqiptare padyshim që po. Po edhe në diasporë ndiqen emisione të tilla si Big Brother. Nuk ka shumë as pak e hijshme. Prandaj është detyrë e hoxhallarëve, është detyrë e edukatorëve, jo vetëm hoxhallarëve, po edhe mësuesve dhe të tjerëve, që me thonë këtë gjë që nuk bën valla me pa. Nuk bën me njëk, sepse aty janë tu reklamu gjanat ma të ulta dhe ma anti-njerëzore që veprimet e tyne janë ba shkak që më rrë gurë për I cili. Po sot nuk pinë gurë për I cili, se Zoti ka onë leje deri në kiamet. Umetin e Muhamedit nuk e gjun me gurë për I cili. Ja,
e pret deri në kiamet. Bani që duni deri në kiamet. Nuk bit ma kur, sikur kanë ra përbara, në metet e ma përbashme. Ama, ato gjëra që reklamohen në këto emisione, është në terezi me të ra guri sa gazepi në shpi. Largonjo emisioneve të ulta dhe antimorale, që nuk ka asgjë tjetër përveç imoralitetit, përveç të keqjes dhe përveç gjëras të kot që me kalu kohën dhe më bë njëri kot. Nuk thojmë na mos morë këtu, ka gjëra boll morë këtu. Gjëra edukative të bukura të lezetshme, mund të shifsh. Edhe e fundit na besojmë edhe me lek. Çfarë ka më mbrëm? Në një vend ku tubohen njerëzit, për shembull si në xhami, me fol, pra me mësu fjalën e Allahut, me lexu librin e Allahut. Atë vendet dhe ata njerëz i kaplojnë me lek dhe zbret sekinja, pra zbret qetësia, mirësia dhe rahmeti i Zotit në atë tupim, dhe ata njerëz kënaqen shpirtërisht, pastrohen shpirtërisht, nartësohen dhe ata janë të rrethuar me lek. Tesh kur e gjithë familja tubohet për me pa Big Brotherin dhe e gjithë familja tubohet me pa emisione të zhdhurura, a mendoni se me lek i rrethojnë? Apo ja fusin pikat vrapit edhe ikën. Melek është e barabartë me rahmet, bereqet dhe lumturi. Në qovë se në shtëpi s'ka melek, a pritet më nëj bereqet, lumturi, harmoni, knatësi dhe qetësi në shtëpi? Përgjigjen po e na tek gjithë secili në ndërgjegjen e tij. Allahu na udhëzoft dhe na bëf për atyre që e pasojnë mirën. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.